Plazhe dhe në tetor, turistët e huaj vijojnë të preferojnë Vlorën si një nga destinacionet e tyre të preferuar, ndërsa shijojnë edhe Bregdetin, madje duke bërë edhe plazh. Pavarësisht se temperaturat kanë rënë, turistët e cilësojnë klimën ideale për të pushuar, ndërkohë që sipas tyre kjo është një periudhë shumë e mirë për të kaluar disa ditë pushimi. Nga Norvegjia e Ukraina duke theksuar se në Vlorë vijnë për herë të parë, por duke mbetur të kënaqur me atë çfarë kanë gjetur dhe natyrisht edhe për të bërë plazh. Norway. Yeah. We've been for 6 days, staying one more. Unë jem nga Norvegjia dhe vi për herë të parë në Shqipëri dhe në Vlorë. Këtu jemi prej gati 2 ditësh së bashku me shokun tim. Kem vizituar qytetin, kemi parë ambientet dhe na pëlqen shumë. Është pak ftohtë, jo, për ne është mjaft mirë. Madje kem preferuar që sot i drejtohemi edhe plazhit për të shijuar edhe detin. Është një vend i bukur, natyrisht që ka ende për të përmirësuar. Tu, mbi të gjitha pastërtia, por unë mendoj që është një vend i cili ja vlen të kalosh pushimet. First time. We know it's not peak season there. Edhe unë jam nga Norvegjia. Vim së bashku për të kaluar disa ditë pushime në Shqipëri dhe në Vlorë. Kishim dëgjuar më parë disi për Shqipërinë, jo shumë gjëra, por gjithsesi kishim dëgjuar. Ndaj edhe vendosëm të vinim këtu dhe natyrisht të qëndronim edhe në Vlorë. Sot kemi zgjedhur të vim në plazh dhe natyrisht të kalojmë disa orë bus Bregdetit. Për ne nuk është shumë ftohtë. Është do të thosha një ambient shumë i mirë ku mund të kalosh disa orë mjaft bukura dhe padyshim edhe të bësh plazh. Ukraine. For vacation? Yes. It's good, you like it here? Yes. Është hera ime e parë këtu. Unë vi nga Ukraina dhe kam zgjedhur që të kaloj pushimet në tetor së bashku me familjen time. Më pëlqen, po, natyrisht. Është vend shumë i bukur. From Ukraine? Yes. For you is the first time in Albania? First time. Ne jemi nga Ukraina, por jetojmë në Gjermani. Kemi vendosur që të vim disa ditë me pushime në Vlorë dhe në Shqipëri. Kjo është dita jon e dytë që po qëndrojmë këtu. Unë kam marrë së bashku me miqen time, me fëmijët e mi, të cilët janë duke bërë edhe plazh. Koha është shumë e bukur, është një vend me të vërtet fantastik dhe më pëlqen shumë. Natyrisht që do të rikthehem edhe herë të tjera. Tetori është një muaj shumë i mirë për të kaluar pushimet, por pse jo, edhe për të bërë plazh. Vlora vijon të mbetet kështu një nga destinacionet më të kërkuara nga turistët e huaj dhe jo vetëm në verë, por në çdo periudhë të vitit, duke pranuar se shijojnë edhe plazhin dhe se do të rikthehen sërish.